Mirdita. Sot po bëjmë një byrek me patate. Është një byrek që del shumë e mirë, është për të mëdhenj e për të vegjël. Mua më hajnë të gjithë në shtëpi dhe e bëj shumë shpesh. Në fillim do zëm brumin e petave. Brumin e petave, unë e zë kështu, hedh, si që shifni, kam marrë 600 gram miell, e kam hapur një grob këtu në mes, që të hedh të gjitha ato që duhen, kaloj kripën pak tek mielli, rreth e qark kështu pak krips, nuk do shumë krip. Kam marrë, si që shifni gotën, një qere gote të vogël me uthull molle. E bën të shkrifur petën. Një gjysmë gote prap të vogël me vaj ulliri, edhe vajin e ullirit. Edhe një lugë pede powder të mielli. Kjo është e gjitha. Ujtin e kam të vakët, edhe filloj me dorë. Në fillim hedh ujtin. Uj do hedhësh sa të mblidhet brumi, nuk ka caktim ujti, e shef sa duhet brumi i butë. Shojmë prap ujë. Do t'ka tregoj sa i but duhet brumi petave. Edhe me dorë e kontrolloj ujtin, se dhe pak do, që të mblidhet. Ky byrek mund të bëhet edhe me peta të gatshme, nuk ka ndonjë problem. Ka shumë që nuk mund t'i hapin dot petat, se gatuajnë dhe të rit dhe të rejat. Mund t'i marrin petat dhe të gatshme. Ishte shumë pak ujë, shumë pak. Që brumi mos të dalë shumë i fortë. Si që shikoni, brumi petave mblidhet vetë, e ka marrë ujtin tamam. Lërin qik teps me pak vaj.
Si që shikoni, brumi petave është. Dhe duhet jetë kaq i butë. Sa ta shtypin me ata gishtave. Kaq ishte brumi. E mbuloj brumin dhe e lejmë të shplodhet pak. Në kohën që sa të shplodhet brumi, unë do të tregoj harxhin. Tash po ju tregoj harxhin. Këtu kam zgjedhur 6 kokra patate. Po të jenë të mëdha patatet, mund të zgjedhin 3. Këto janë patate, si që shikoni, janë të mesme. Nuk i shtyp me lugën që bëjmë pure, i shtyp vetëm me piron. Nuk dua të shtypet shumë pureja, të patatja të ndjesh që hanë byrek me patate. Le të jenë copat e patateve pak të vogla brenda në byrek. Dhe ja si që shikoni, po i shtyp me piron. Nuk ka ndonjë mundim asgjë, vetëm që dojnë qiko, byreku do ko. Patatet të shtyp sa i të soptoj. Nuk i kam hedh as skrip, as një gjë brenda, vetëm shtyp patatet. Kjo është patatja që shtypet. Si që shikoni, ka ngerësi kokra brenda. Nuk janë të shtypura për pure. Jo se më duhet piruni. Këtu kam 4 kokra vezë. Te vezët, këtu nuk i kam hedhur krip, kam hedhur një garuzhde, ose një lugë supe që i themine, me Shqipëri e mesme i thot garuzhde, tek vezët. Është shëllir djathi. Shëllirin e djathit e kam gjithmonë në shtëpi se mba djathin, që të mos më prishet. I rrafi me vezët. I hedhëm dhe vezët. Shtoj, është 100 gram gjalp. Se patatja do gjalpin. Brenda e hedh kështu dhe shkrin me pataten bashkë, shkrin me pataten e ngrohtë. Gjalpi filloj të shkri. Këtu kam 200 gram djath të bardh. E bëj dhe copa ja e kështu, dhe ki me copa, nuk duhet të jetë fare i prishur djathi. Si që shikoni, edhe djathin. Mund të hedhni çfarë do djathi që keni në shtëpi. Mund të keni ngelu në frigorifer, mund të hedhni djathra, çfarë lloj djathi. Unë hedhe pak djath nga ky që hedhim si për makaronave të grirë, si kaçkavalti i themi në Shqipëri, sa kap dora, sa kap maje dorës djath. Tash filloj përzierjen me lugë. Tash i shtojmë kosin. Si që shikoni, në më lugë, kam hedhë 3, hedhe 3 të tjera lugë kos. Kaq kos. 6 lugë kos.
E përzi e mirë që të bënë një turp të gjitha veza, kosi, patatet, të gjithë harqi që kam hedhur brenda. E shikoni patatja si ka ngel si kokosh. Tash i marr një lugë të vogël dhe provoj një çik harqin. Sa e ka kripën. Ishte shumë pak krip. Sa kap maj e gishtave. Ndërkohë i shtoj edhe miell misri. Miellin e misrit ja shtoj për arsye se kosi lëshon lëngje, djathi lëshon lëngje, veza ju hodh brenda, djathi mielli misrit e mbledh. Pin të gjitha lëngjet dhe e mbërton byrekun. E përdor pothuajse dhe me spinaqi bëj dhe me preshi bëj, përdor miellin e misrit. I hedh me lugë të plota, si që shikoni. 4 lugë miell misri. Harqi është gati. Për kripe kontrolloni. Ishte edhe piper të zi në fund. Jo shumë piper, sa për shije. Kishtë harqi birekut. Tashti po filloj me petat. Filloj me ndaj brumin, nuk e ndaj komplet, i ndaj me i bëj si topat vegjël. I bëj nga kajt vogla. Lej pak të psin e vaj këtu që ti marrë kollaj me i pik vaj. Dhe i bë me radhë. Mberuam dhe me topat dhe fillojmë tashti hapjen e petave. I mbulloj petat që mos në thahe, të rinë të buta, derisa të hapen të para, të dyta të zënë si kore mbi vete, të rinë të buta. Filloj me petën e parë. Një shishten e kemi këtu, shtojmë një shishten. Këto të para ti bëj dyshe. E liej petën me pak vaj ulliri. Marr petën e dytë.
marr këtë petën pastaj dhe edhe sipër kësaj që kam bën me vaj. I afroj të dyja. E shtyp pak shumë me peci, që të bashkojnë të dyja. Dhe filloj hapjen. Nuk duan shumë të holla se peta byreku janë, nuk janë se peta baklavaje. Petat varet dhe nga mielli, po të jetë miell që nuk është i mirë, nuk hapen petat ai kollaj, varet nga mielli. Unë kam gjetë një miell dhe më kanë dalë të mira. Edhe po atë miell marr për peta. Mamaja ime hapte shumë peta edhe më thoshte kur të vi peta këtu prite me dorë. Nuk e kam mësuar dot. E priste me dorë që mos të bëhet peta, thoshte vesh. E unë nuk se kam mësuar dot. E shikoni vetë petën se si hapet. Nuk ka ndonjë mundim, petën do çik durim. Petën e kam haqja kaq të hap. Tash i vë furrin 180 gradë, të jetë i nxehtë. Furri është 180 dhe duhet të jetë i nxehtë. Që kur të filloj të byrekun, fut byrekun të jetë furri i nxehtë. Afroj tepsin që kam për të bërë byrekun. E lyej me vaj mirë, që mos na gjisin petat poshtë. Vaj ulliri. E lejmë gjithandeja. Kështu që shtoj petën e parë, e të redhen qik me dorë të peci.
Të futet peta në të gjitha skepat. I hedh pak vaj për mi bete. Vazhdoj me petat e tjera. Are, mi sheshte në afer. Petën e dytë e hap një peçe, jo 2, vetëm të fundit kam vënë 2. I shtoj pak një sheshtek poshtë që mos më ngjit. E shtroj dhe petën e dytë, si që shikoni. Tash shtroj harçin. Harçin para se ta shtroj, i hedh 2 lugë, jo të shumta vaj ulliri. Ja si që shikoni. Pak vaj. Meqenëse kam hedhur 200 gram djaltë, nuk i kam hedhur shumë vaj. Mos na mbyti vaj, se vaj të ashtu pas nuk kur është me vaj shumë nuk e shijon byrekun. E po të përqoshe që dhe gjitha ndeja byreku. Edhe copat e djathin, do shta shikoni që kanë ngel copa, nuk e kam fshirë fare djathin. E hap gjitha ndej që të vend dhe qoshet e byrekut marrin.
Kjo është shtresë e parë që hedhim. Ki harqësh ta hedhësh në 2-3 shtersa. I vete me 3 shtresa. E lëmë këtu. Vazhdojnë petën tjetër pra. Në mësoni këtë vogla që të hapim peta. Mbaj mend që në moshën 2-13 vjetë që kam hapur peta. Ne mësojmë të tjerët, kështu me radhësh, stafet. Lëm stafetën tek njeri tjetëri, kështu është jeta. Po të vjen mirë kur kënaqja të tjetrin që han një copë byrek, o thot lumshin durët, të vjen mirë. Më blidhesh një di djele, më blidhe di familja. Ka lezet. E shtoj dhe petën si për harqit. E hap gjithandej. I hedh pak vaj gjithandej. Sidomos qosheve. Hap dhe një petë tjetër. Dhe petën tjetër. Si që shikoni, mua më del harqi që kam bërë me 3 shtresa. Mund të hidhni më pak dhe ta bëni me 2 shtresa, ose një byrek të vogël dhe me 1 shtresë do hedhësh, kur kam hedhë 5 kokra patate, 6, do hedhësh 2-3 kokra patate e bën më të vogël. Që mos të hedhë shumë shtresa, ajo varet me dëshirë. Unë me që ma hanë dhe e bëjtë një qik të trash, piqet mirë, del shumë i mirë. Si që shikoni, kjo është peta e fundit ashti, si që fillova byrekun, ashtu po e mbaroj, shtrova pjesën e poshtme 2 peta bashk, shtres e parë dhe një pet e vetme, jo 2 kuleq, 1 kulaq. Hodha harqin dhe me ka dal me 3 shtresa, ky harq që bëra me 5-6 patate si që pat, me të gjithë harqin i kam bërë. Petat e mesit i kam bërë veç e veç, 1 kulaq e pet, kam bërë 2 peta. Në çdo shtresë kam shtruar nga 2 peta. Të fundit lart tash e kam bërë, si që kam vënë në fund, kam vënë prap 2 peta. Bashk, edhe tash e fundit fare është pet që e bëj 1 pet, nuk ka nevojë. Do të thënë i vën 3 peta mi vete, dhe 3 peta poshtë dhe nga 2 në mes i vën gati 10 peta. Të hap dhe këtë të fundit tash dhe kjo është e fundit. Nuk kam. Kjo është dhe peta e fundit. E rregullojmë çik me dorë.
I kthejem anët. Kur piqet byreku, kush vetë haj këto anët. Vërsullen të anët haj, duan anët e byrekut. Këtu kam pas harqin të shti, shtoj vajin, si që shikoni. Shtoj dhe pak vaj tjetër mbi vete. Dhe ja kaloj byrekut. E mba dhe të butë, se ka kosin brenda, ka dhe gjitha, edhe shien, edhe nuk shkëputet peta që të dal nga pet, të kryoj kore, të trash, e kryon kore shumë të butë. E pres në copa. E ndaj në 5 pjesë. Tash 1 metër nuk kam vënë, një pjesë mund dal me e holl, tjetrën çik me trash, po jo, mirë. E pres kështu, si nuska baklavaje. E vejmë në furrë me 180 gradë për 1 orë. Zgara është tek mesi gjithmonë, as poshtë, as lart, piqet si poshtë lart një lloj. Faleminderit.